po marrin minuta ashtu. Jo, nuk po ju besoj, sepse... Qysh besoj, beson Agim Batirit? Çështja është, Artoni tha, do të duhej të bëjë qeveria, po a do të bëhet, varet nga kryekëput nga, a do të konstituohet kuvendi, varet nga lëvizjave të vendosur si parti fituese. Tash, unë i shoh dy skenar në konstituimin e kuvendit, rrjedhimisht pastaj edhe të qeverisë. E para është nëse lëvizjave të vendosur do ta krijojë qeveri me minimumin e nevojshëm, prej 61 deputetësh. Në atë rast, ka shumë gjasa që të konstituohet kuvendi, sepse i duhen vetëm 2 deputet për t'i bërë 61 vota. Edhe skenari tjetër varet nëse lëvizjave të vendosur do ta bëjë qeverinë me një shumicë pak më të madhe, e cila do të përfshinte edhe çështjen e presidentit pas disa muajsh. Për arritjen e kësaj duhet një koalicion i madh me njërin prej partive opozitare të mëdha, që është ose LDK-ja ose PDK-ja, dhe për të arritur ky skenar, 15 shkurti duket shumë afër. Dhe për këtë, unë mendoj që lëvizjave të vendosur do ta zhagis procesin, nëse synon që ta arrijë një koalicion të madh, derisa në një lloj mënyre t'i lodh dy partitë e mëdha opozitare, PDK-n dhe LDK-n, për të hequr dorë nga kërkesat e tyre maksimaliste, do të thoya, për postin e kryeministrit, edhe do t'i bënte ato që të ulnin kërkesat edhe të pajtoheshin me diçka më pak, ndoshta edhe me postin e presidentit, që nuk do të thotë që është diçka më pak, por nuk ka, duke mos pa gatishmëri të LDK-s dhe PDK-s aktualisht. As vetë vendosje nuk ka gatishmëri me konstituu kuvendin e qeverinë me 61 deputet. Kur po thoma jemi ka e komplikojmë, po mendoj që 3 deputet, 4 sa duhet gjindën di ka bre, qëllojnë njerëz. Nuk është problemi të 3 deputet. Për kombit, për hatër të qashtjes, për të mirën e nuk është problemi të 3 deputet, është problemi të çështja e presidentit. Dhe nëse nuk arrin lëvizjave të vendosur marrë veshje edhe për çështjen e presidentit, ajo nuk do që vetë jetë shkaktare për rrëzimin e qeverisë, ose të mos shihet si shkaktare për rrëzimin e qeverisë kur vjen çështja e presidentit, por këtë përgjegjësi në një lloj mënyre t'ia xhuaj PDK-s dhe LDK-s si 2 parti që nuk kanë vullnet edhe gatishmëri me ullë, me diskutu këtë punë edhe me kriju koalicion me vetëvendosje. Se duhet PDK-ja dhe LDK-ja me pas gatishmëri, me ullë, me diskutu me dikën që t'ka quajt hajvan dhe hajvanat. Ose për 4 vjetë qeverisjes, me ato vedet e tyre propaganduese, mashtruese, populiste që në vazhdimisht i kanë bo, madje dhe ndaj kryetarit të LDK-s, i cili thjesht nuk ka, si themi as hise, në qeverisje në galume që këta e kanë atakuar. Po nëse PDK-ja e LDK-ja kanë bedh me bo politik, me hatërbetje... Post ekzekutiv që e ka pas kryetari LDK-s është ministri Albin Kurti. Nëse... A e vendosë në ato vedet e ti propaganduese, vendosë edhe figurën e ti. Unë mendoj që këtu është problemi, nëse LDK-ja ka ngel me zhvillu politik, me inate, me hatërmbetje, për fjalë caktume, unë mendoj që aja nuk e ka kuptu shumë mirë politikë bërjen. Ose e ka harru. Nuk është veç çështja e inatit, por është çështja edhe tjetër. Është e njëjta LDK që e ka votu Vjosa Osmanin për presidente, duke qenë e poshtrume prej saj para prakisht zgjedhjeve. Është e njëjta. Një situatë pak më ndryshe. Për hir të kombit e ka.